Mirë se vini në këtë shpjegues. Sot le të zhytemi menjëherë në diçka vërtet magjepse, rrugtimin ezoterik të numrit 2. Sipas teksteve të lashta mistike, historia e vetë krijimit është në thelb një udhëtim mes dritës dhe hijes. Mendojeni kështu, nëse numri 1 është burimi hynor, ai uniteti absolut nga ku buron gjithçka, atëherë numri 2, numri 2 është ai momenti shpërthyes kur realiteti zgjohet dhe fillon të marrë formë. Është simboli primordial i dualitetit. Le të zbulojmë së bashku se si kjo shifër e vetme fsheh fjalë për fjalë të gjithë kodin e harmonisë kozmike. Në rregull, le ta nisim nga ky parim. Çdo gjë është duale, çdo gjë ka dy pole. Është një citim i fuqishëm apo jo? Ai përfaqëson thelbin absolut të traditës së lashtë hermetike. Sipas kësaj urtësie, realiteti siç e njohim ne mund të ekzistojë vetëm përmes tensionit të kontrasteve. Pa atë tërheqjen magnetike mes dy poleve të kundërta, i gjithë universi ynë thjesht nuk do të funksiononte. Drita dhe errësira, mashkulloria dhe themëroria, shpirti dhe materia, të gjitha këto forca janë të lidhura në një valle absolutisht të pandashme. Pjesa e parë, ndarja primordiale, ose thënë ndryshe, lindja e dualitetit. Për ta kuptuar këtë moment magjik të krijimit, mjafton të shikojmë këtë tranzicion të thjesht nga njëshi tek dyshi, por mos u gënjeni, nuk është thjesht matematik, është një ngjarje kozmike monumentale. Është dalja nga zbrazëtia e atij uniteti absolut në një univers dinamik dhe të ndarë. Tradita ezoterike na mëson se krijimi vërtet ndizet vetëm kur njëshja shkëputet dhe ndahet në dy pole. Pikërisht ky moment lind polaritetin dhe atë tensionin krijues i etik. Dhe e dini pse kjo ndarje është kaq etike? Sepse pa të, universi do të ishte tërësisht i ngrirë. Është kaq e thjeshtë. Pa dualitet nuk do të kishte asnjë lëvizje, zero ndryshim. Nuk do të kishte asnjë përvojë për të jetuar. Dhe po, praktikisht, vetë jeta do t'ishte e pamundur. Pulsi dinamik i ekzistencës e ka absolutisht të domosdoshme praninë e dy poleve që bashkëveprojnë dhe e mbajnë njëra tjetrën në lëvizje. Kjo na çon natyrshëm tek pjesa e dytë, mekanika e harmonisë kozmike dhe ai ekuilibri i famshëm mistik i yin dhe yang. Tani, ajo çfarë është vërtet magjepse këtu është thellësia e kësaj simetrie. Kemi yin që mbart energjinë femërore, qëtësinë e natës, intuitën dhe misterin e errësirës. Paralelisht kemi yang, me energjinë e tij mashkullore, fuqinë aktive, veprimin dhe shkëlqimin e ditës. Por, kujdes, për mendimtarët e lashtë ezoterik, ky nuk është absolutisht një konflikt. Nuk janë ushtri që luftojnë njëra tjetrën. Përkundrazi, është një harmoni jashtëzakonisht dinamike. Çdo forcë përmban farën e së kundërtës. Ky është thelbi i vërtet, sekreti i atij simboli bardhë zi që kemi parë të gjithë. Realisht nuk ka asgjë absolute. Brenda errësirës më të plot, fshihet gjithmonë një pikë drite. Dhe brenda dritës më verbuese, qëndron fara e errësirës. Ekuilibri vërtet kozmik arrihet vetëm përmes këtij bashkëpunimi të përjetshëm, jo përmes dominimit. Pjesa e tretë, pasqyrime në realitet, ose se si këto polaritete i shohim kudo në universin rreth nesh. Le t'i zbresim pak këto koncepte mistike nga qielli dhe të bëjmë një xhiro të shpejtë në realitet. Fillojmë me ciklin e përditshëm, dita dhe nata. Ky nuk është thjesht një rrotullim i planetit ton, është vetë ritmi i jetës. Zgjimi dhe veprimi gjatë ditës baraspeshohen në mënyrë të përsosur me qetësinë dhe pushimin e therrë që na ofron errësira e natës. Pastaj shohim lart dhe poshtë nesh, qielli i pafund si një simbol mbreslënës i shpirtit dhe i të padukshmes. Përballë tij, fjalë për fjalë nën këmbët tona, toka e fortë që përfaqëson thelbin e materjes dhe formës fizike. Dhe nëse duam t'i bashkojmë mendimtarët e lashtë me shkencën moderne, është pak sa mbreslënëse. Edhe vetë atomet që përbëjnë trupat tanë mbahen bashk vetëm fal polaritetit elektrik. Universi ruan formën e tij eksaktësisht përmes kësaj tërheqje konstante mes ngarkesës pozitive dhe asaj negative. Është e njëjta skemë, kudo. Madje, këtë betejë të harmonizuar e kemi brenda kokës sonë. Hemisfera e majtë e trurit që merret me llogaritje dhe logjikën e ftohtë, duke punuar krah për krah me hemisferën e djathtë, shtëpinë e intuitës dhe krijimtarisë, ezoteristët besojnë fort se ndriçimi i vërtetë i mendjes ndodh pikërisht atëherë kur këto dy anë fillojnë të flasin me të njëjtën gjuhë. Pjesa e katërt, shtyllat e shenjta, ato portat e mëdha drejt dijes së fshehtë. Dhe kjo arkitekturë mendimi e ilustron këtë në perfeksion. Këto janë dy shtyllat e famshme të traditës masonike, Jachin dhe Boaz. Njëra përfaqëson dritën, veprimin dhe forcën e pastër. Tjetra mban urtësinë e heshtur, errësirën dhe anën pasive. Ideja thelbësore këtu është që
Të hysh në misteret e dijes së thellë, duhet kalosh pikërisht mes tyre, duke gjetur atë ekuilibrin e artë qendror. Por shiko, kjo nuk është vetëm për shoqëritë sekrete. Nëse i hedhim një sy të paanshëm traditave kryesore botërore, ky kod është i kudo gjendur. Në krishtërim, shihet qartë në theksin mes qiellit dhe ferrit, apo shpirtit dhe materjes. Në hinduizëm, kemi vetëdijshmërinë e Shivës që plotësohet nga energjia krijuese e Shaktit, ndërsa në Kabala, gjithçka sillet rreth balancës thelbësore mes mëshirës dhe drejtësisë. Të gjitha tregojnë po të njëjtën arkitekturë kozmike. Pjesa e 5, pasqyra përfundimtare. Cili është në fundit kuptimi ezoterik i numrit 2? Pra, e gjithë kjo na sjell në këtë përfundim jetik. Në botën mistike, numri 2 nuk është diçka që thjesht ndan. Është partneriteti suprem, është simboli i reflektimit, çka do të thotë se ne arrim ta njohim plotësisht veten tonë vetëm duke u pasqyruar tek tjetri. Gjithçka në këtë univers mbahet në këmbë fal këtyre marrëdhënieve të jashtëzakonshme. Edhe në numerologji, kjo energji merr një formë thellësisht njerëzore. Individët që mbartin këtë energji të numrit 2 natyrshëm marrin rolin e ndërmjetësuesit. Ata shpesh janë artist, këshilltar, shërues, njerëz me një intuit gati të frikshme. Ata kanë këtë superfuqi të natyrshme për të marrë energji diametralisht të kundërta dhe për t'i bashkuar në një harmoni fantastike të qetë. E gjithë kjo thekson se numri 2 është me të vërtet porta mes botëve. Ai përfaqëson hënën, arjetin e hollë të intuitës dhe misterin femëror. Dhe mesazhi kryesor që duhet marrim me vete nga ky rrugtim është ky: çdo mendim, çdo pjesë materieje, çdo situatë ka gjithmonë dy anë. Numri 2 është thjesht ai kodi bazë i pashmangshëm mbi të cilin është ngritur e gjithë skena e ekzistencës sonë. E po, çdo eksplorim i mirë lë gjithmonë një derë të hapur, apo jo? Duke parë se si ky ekuilibër mistik i dritës dhe hijes orkestron natyrën dhe ngre kolonat e universit, është e pamundur të mos thellohemi pak tek vetja. Nëse i gjithë kozmosi varet thjeshtësisht te kjo harmonie të kundërtave, atëherë cili është ai polaritet i fshehur? Ajo dritë dhe hije e veçantë që secilit prej nesh i duhet të përqafojë për të balancuar vërtet shpirtin ton? Diçka vërtet e bukur për ta menduar thellë pasi të ndahemi sot. Deri herën tjetër, ruani ekuilibrin në valën tuaj të madhe kozmike.